Historia e filmit Odisea është shqiptare. Tani do t'ju tregoj disa sekrete që duhet të dini. Një listë gjatë, do ta filloj që nga gjeneza deri tani. Do t'ju them ato çka unë di. Pastaj lini komentin tuaj, më thoni çfarë të doni. Padyshim do të ketë edhe pak kënaqësi, sepse shumë prej nesh që gjenden këtu janë edhe kundër këtyre informacioneve. Shpesh më thonë që i bët që të gjitha shqiptare, ose ndonjëherë thonë që po si, tani që të gjitha ti i di. Tani unë do t'ju tregoj vetëm disa fakte të pakundërshtueshme, pastaj vendosni ju. Më thoni ju nëse këto që do t'ju them unë janë të vërteta apo janë gënjeshtra. Atëre, filmi i ri sapo ka dalë. Filmi i Christopher Nolan, Odisea. Dhe që nga emri unë doja që t'ju pyesja juve, disave që janë kundra, janë ata që kanë ngrënë bukën e shqiptarëve dhe shqiptarisë dhe janë kundër vetvetes dhe kundër shqiptarëve, doja t'ju pyesja të gjithën. Dhe së bashku me këta, çdo të thot Odisea. Më thoni ju, çdo të thot Odisea. Pra, kur e kemi studiuar që atëre, që në momenti që ka qenë emisioni i parë që kam bërë, në emisionin Enigma, ku kam kërkuar gjurmët e Odiseës. Dhe unë thash, do t'ju them aq sa kam zbuluar unë dhe pastaj vendosni ju. Atëre, pikë së pari do ta filloj nga Christopher Nolan. Christopher Nolan, unë i shkruajta Christopher Nolan sapo mbaroi filmi. Në janar mbaroi filmi Odisea dhe unë sapo e mora vesh që përfunduan xhirimet e filmit, në 29 shkurt i kam shkruar Christopher Nolan. Dhe i shkruajta fjalë për fjalë, mos bëni gabim thash të ndryshoni historinë, sepse historia është bërë si i ka dash qefi dikujt. Dhe në qoftë se gjurmët që ju do të lini tani do t'jenë të gabuara, atëre gjithë filmi dhe derisa t'jetoj emri atij që ka bërë filmi dhe ai vet, pra producenti, do t'jetë gabim. Ndaj mos bëni gabim, por është mirë që ta kontrolloni edhe një herë historinë. Përse? Sepse vet Homeri nuk dihet në qoftë se ka ekzistuar ose jo. Duhet të dini që në emisionin Super Quark, kemi bërë edhe ne, në emisionin Enigma, ku flasim për Odiseën, në Super Quark i madhi Piero Angela thoshte: dy veprat, Iliada dhe Odisea, të studiuara nga Rai, të studiuara nga stafi i tij, nuk janë të njëjtit autor, por kanë një distancë 50 vjet. Pse? Sepse Iliada është shkruar 50 vjet distant nga Odisea. Por duhet të dini që në këto, sepse ne bazohemi në artefakte, bazohemi në histori, dhe nuk ka asnjë gjurmë më përpara të dyjave këtyre rasteve, pra të librave, që mund të vërtetoj pra nëse kanë ekzistuar më përpara. Tjetra është që nëse këta dy libra janë të ndarë, sepse kanë një hon 50 vjeçar mes njëri tjetrit, atëre kush i ka shkruar? Pikërisht për këtë pra kam bërë edhe një tjetër emision dhe dini shumë mirë ku flas për Homerin. Homeri, sipas gjasave, nuk ka ekzistuar fare, por kanë qenë vetëm gojdhëna. Dhe ashtu siç e kemi bërë dhe një video, e kam bërë pak më vonë tani në këto diskutimet e përbashkëta këtu, pra në YouTube, kam diskutuar për Homerin. Pra që Homeri nuk ka një origjinë, por ja kanë qenë gojdhëna të mbledhura nga një zonë ku sot quhet zona e Epirit. Askush nuk e di eksaktësisht se ku u mblodhën. Disa thonë që u mblodhën disa priftëri, sepse në atë kohët e lashta shkruanin vetëm priftërin, dhe mblodhën këto të dhëna, pra këto gojdhëna. Dhe gojdhënat që u shkruan tek Homeri dhe tek Odisea, po të shikoni, është një listë gjatë të dhënave që janë në trojet shqiptare, janë ekzistuese. Për shembull, do t'ju them një. Ku gjendet një shpellë e ciklopit në Greqi? Më thoni një. Shpella e ciklopit në Greqi, a gjendet një shpellë e ciklopit? Absolutisht jo. Pse? Sepse gjendet në një mar. Ajo është shpella e ciklopit ku ende sot himariotët i thonë shpella e ciklopit. Ende sot. Pra ky është një fakt i padiskutueshëm, sepse ne mbahemi vetëm me gojdhëna. Nuk kemi histori të shkruara për shumë arsye, sepse pikë së pari gjua shqipe u shkruajt shumë më vonë, kurse ajo e vjetra, shqipja arkaike ose mirë shqipja e vjetër, nuk është gjë tjetër veç se Etruskja. Etruskët që ndërtuan Romën, Etruskët që ndërtuan Greqinë e lashtë, Etruskët që ndërtuan edhe Egjiptin,
Etruskët që ndërtuan edhe Maqedonin. Etruskët ishin, pastaj erdhën të tjerët më vonë. Dhe gjua etruske që e shkatëruan, e shpërbën, nga ajo gjuhë u bë edhe gjua greke, u themelua gjua greke. Shikoni, unë nuk dua t'i vjedh askujt asgjë, askujt. Nuk e kam me askëmb. Unë dua vetëm të flas për fakte. Nëse e mbani mend filmin The Immortals, e kam thënë me mira herë dhe dua ta përsëris prap. Në filmin Immortals thuhet diçka e rëndësishme. Ku thuhet ata thot, pra të burgosurit thot, i futën në tokë thot, në malin e Tartarit. Ku gjendet mali i Tartarit? Më thoni ju. Mali i Tartarit, nëse shkoni dhe kërkoni, gjendet në trojet shqiptare. Por s'është vetëm kjo. Keni fakte të panumërta. Gjithandej, në librin e Homerit shkruhet për malin Akrokeraune, ose malet e Akrokeraune. Ku gjenden malet Akrokeraune? Që të gjithë e din, gjithë bota e di që malet Akrokeraune janë malet e Çikës, që nga mali Çikës deri në cep të Karaburunit. Pjesa tjetër që e din shumë mirë këtë nuk mund ta ndryshojnë historinë, sepse historia është dëmtuar, është rënuar dhe është shkruar sipas qejfit që ka bërë dikush. Nuk e di pse e ka shkatëruar kështu, nuk e di pse nuk thonë që janë shqiptar, nuk thonë që janë Pellazgo Ilir, nuk thonë asgjë, por thonë që janë helen. Pse? Thash, nuk e kam me askënd. Unë doja që ta diskutoja me ju pikërisht për këtë. Pse? Sepse në filmin Odisea të tanishëm, ai Ludwig si quhet Göransson, shkoi, pra kompozitori që bëri muzikën e filmit, shkoi 3 muaj të rrinte në trojet shqiptare. Shkoi 3 muaj që të rrinte që nga Vlora deri në Sarandë. Pse duhet i thoshte Christopher Nolan atij që të shkonte në gjurmët e vjetërsisë të Isos të Labëris apo të fyllit të Labëris pikërisht në Shqipëri? Për çfarë arsye? Nuk besoj se lexoj emrin tim dhe mailin tim Christopher Nolan, sepse ndose ç'është e vërteta muzika e filmit bëhet më vonë, pasi mbyllet filmi, pra siç u mbyll filmi në vitin në janar, dhe ai meqense mori emailin që unë i dërgova në vitin në 29 shkurt të këtij viti, ndoshta ai ka lexuar dhe normal që nuk më përgjigj, ndoshta e ka lexuar dhe thot po prit mos bëjmë ndonjë gabim. Ndoshta, them unë, mundet ta ketë lexuar dhe thot drejt që e mori të, po këta pas kanë dhe të drejt. Por Christopher Nolan e di shumë mirë. E di shumë mirë ashtu si që dinin dhe ata The Immortals, pra në filmin Immortals, që të gjithë e din që në trojet shqiptare është historia e vjedhur. Historia e vjedhur, pse është historia e vjedhur? Do t'ja u them se përse. Sepse Shqipëria ka qenë, pra trojet shqiptare kanë qenë të zaptuara. Kanë qenë të zaptuara që prej kohërave antike. Nga kush u zaptuan nga egjiptianët e lashtë, që sot quhen Helen, sepse në vitet 700, pra atëre ata kur zaptuan 750, kur zaptuan trojet shqiptare, që ishin troje shqiptare, Pellazgo Ilire në atë kohë, ku Troja luftoni me sfiseve të tyre, edhe Odisea ishte ky, pra ishte një nga i fiseve ilire. Madje edhe Helena tek filmi Troja, që të gjithë kësaj here Christopher Nolan vendosi një kaçake, ose më mirë një primitive. Pse vendosi një primitive, pra një grua zezake? Pse do të vendoste një vajzë zezake në një film të tillë? Ai duhet të çonte një vajzë me fytyrë të pamshme, të ishte e bukur, të ishte bjonde, apo jo? Pse duhet të vendoste një vajzë me ngjyrë? Pra Helena, pse duhet të ishte me ngjyrë? E keni menduar këtë? Do t'ja u them unë. Pikërisht pra, sepse mendohej që në atë kohë ata që u zaptuan nga Helenët e atëhershëm ishin shqiptarët e sotëm dhe ishin kaçakët, ose më mirë njerëzit primitiv të atyre kohërave, si cilësohet edhe në përlibra. Pikërisht ai donte që t'jepte nuancën e primitivitetit pikërisht Helenës, duke nënvizuar jo vetëm Helenën, por edhe hison e Shqipërisë, pra këngët ose muzikën zanore, kolonën zanore të filmit, të marrë nga trojet shqiptare. Sepse Christopher Nolan e di shumë mirë. Edhe sikur ndoshta mos ta dinte, ndoshta ka lexuar emailin tim dhe ndoshta i ka ardhur ndërmend që të ndryshoj disa gjëra. Ndoshta. Mua do të më bësh shumë qefi, sikur edhe të më shkruante 2 fjalë, të më përgjigjej me 2 fjalë. Por unë i shkruajta sepse aq sa di doja t'ja thoshja.
Dhe kam bërë këtë listë që ju thash juve. Pikë së pari, Homeri nuk ka ekzistuar, sepse janë gojdhëna të trojeve shqiptare. 2, është Uliksi bëri drekën, ati që kam shkruar dhe ati. Drekën e ka bërë në Kuq, ku pas 20 viteve që u kthye në shtëpi, të gjithë familjarët, shokët dhe miqt i ftoi në Kuq. Nuk i çoi në trojet e Greqisë, sepse atëre, përveç se nuk ishte kufi, por ai e çoi tek vendi i tij. Vendi i tij ishte Kuqi, sepse kush ishte ishulli i tij. Pra, për sa më përket mua, për sa mendoj unë, historia e Uliksit nuk është gjë tjetër veç se Butrinti që është sot. Dhe përballë Butrintit ju e dini shumë mirë, që ajo tokë ishte Pellazgo Ilire. Megjithatë, më ndiqni me kujdes sepse nuk dua që të jemi gjatë në këtë video, më duhet të shkoj 2 minuta dhe do kthehem sërish dhe do t'ju bëj videon 2. Sepse në këtë video tjetër që do t'ju bëj, do t'ju tregoj disa informacione të tjera akoma më të dobishme, pastaj vendosni ju si të doni. Në qoftë se këto informacione i vendosni në xhep, i fusni aty, apo doni që t'i shpërndani, ose doni që t'i hidhni poshtë. Unë nuk e kam me askënd dhe nuk dua të ofendoj askënd, nuk dua t'i vjedh askujt asgjë. Por këto janë të vërteta të pakundërshtueshme, sepse janë histori. Historia vonon, por një ditë vjen. Dhe e dini shumë mirë që ajo nuk gabon. Pres komentet tuaja dhe më prisni në videon e dytë. Do t'ja u tregoj pas pak.